Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Si do të jetë energjia e përgjithshme e tarotëve për këtë fillim të muajit dhjetor? Pra, si jetë energjia e përgjithshme e tarotëve për këtë fillim të muajit dhjetor? Do të marrim sot një lajm shumë të befasishëm, ku do të gjejmë sot paqen, lumturinë, qetësinë. Ky lajm i befasishëm do të sjellë sot transformim të madh në jetën tuaj, ku ju do të gjeni atë paqe që ka munguar, atë harmoni, atë qetësi shpirtërore. Ky komandant sot i shpatës tregon një person që ka fuqi dhe komand në këtë energji. Keni pasur probleme në çift, por me kalimin e kohës do t'i kaloni dhe këto probleme, sepse jeni pak i stresuar, pak me mendime negative, për t'u larguar për diçka më të mirë, që të largoni të merrni një rrugë, dhe pse akoma nuk e keni vendosur këtë rrugë që do merrni. Jeni pak i mërzitur sepse keni pjesën e financave, që më shumë harxhohen se sa fitohen. Keni shumë mendime në kokë, që doni t'i bëni realitet, t'i nguni diku për të bërë një biznes, një diçka të mirë, për të ndryshuar jetën tuaj. Dhe ky lajm sot që vjen do të transformojë dhe do të ndryshojë jetën tuaj. Ju do ta gjeni sot atë suksesin e sigurt në botë. Doni të mbyllni një cikël dhe të hapni një cikël të ri në jetën tuaj. Dhe pse jeni i dyzuar, asnjëherë nuk duhet të jeni me energji negative. Duhet ta heqni pashën dhe të mendoni të merrni gjithmonë përgjigjen e fëmijës tuaj të brendshëm, atë përgjigje në subconscient, sepse princesha e monedës tregon që gjërat do të shkojnë shumë mirë. Ti do të kesh një prerë sot dhe bollok financiar dhe bollok shpirtëror. Pra, në jetën tuaj do të ndodhë një mrekullira që mund të jenë dhe tek pjesa e një fëmije. Pra, mund të vinë jetë dhe një fëmijë, një mrekulli e universit. Sepse ju jeni një person magjik, jeni një person që keni intuit, keni inteligjencë, keni urtësi dhe parandjenja. Me kë rezonon kjo energji e bukur? Me peshqit, me ujori, luani, demin, gaforen, bricjakin dhe shigjetarin. Kurse me gërmat e alfabetit rezonon me gërmën L, R, L, J, I, Y, G, F, Ž, B, Q, E, P, Sh dhe gërmën Q. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.